Sot do përgatisim tavë me spinaqe dhe patate, një recetë thjesht, praktike dhe tepër të shijshme. Si fillim do të hedhim 3 ose 4 lugë vaj ulliri. Do të hedhim një qep. Do ta trazojmë për pak minuta derisa qepa të fillojë të zbutet. Më pas do të hedhim një karotë të grirë në rende. Do t'i trazojmë bashkë për pak minuta. Një patate të prerë në kubik të vegjël. Do t'i trazojmë. Më pas do të hedhim spinaqin. Do të trazojmë spinaqin derisa të jetë zbutur plotësisht. Më pas do të hedhim 2 gota qumësht. Krip sipas dëshirës. Piper të zi. Dhe piper të kuq. Gjithashtu do t'i hedhim dhe një lugë gjysmë miell që shërben për të trashur masën. I trazojmë mirë të gjithë përbërësit bashkë derisa mielli të jetë tretur dhe masa të jetë trashur. Më pas do t'i hedhim 100 gram djathë kaçkavall. Dhe pak piper të kuq në mënyrë që djathi të marrë ngjyrë të bukur pasi të piqet. Do ta vendosim të piqet në furrën e parangrohur me 190 gradë për rreth 20 deri në 25 minuta. Tava është gati për ta konsumuar tashmë, është një recetë e thjeshtë, e shpejtë dhe shumë e shijshme. Nëse e provoni, ju bëft mirë. Dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndiqni.